E dashur Edita, të shkruajt aty dhe pas një kohe të shkurtër ndodhi diçka që se harroj dot. Çdo mëngjes zgjohesha në 4 me ankth, me zemër të rëndë dhe me shpresë që po më zbehej. Por ti Edita doli, erdhe si dritë në errësirë, me zemër të madhe, me duar ndihmojnë dhe me mbështetjen tënde që më ktheu besimin në jetë. Fal teje, sot jam ma e fort. Fal Radarit, Radio Dukagjinit dhe Bashkimi Projekt Zërim dëgjohet si shpresë për të gjithë ata që ende luftojnë në onkologji. Sepse kur je një zemër e mirë, vepron ajo prej qindra tjera. Arnisa. Bashkimi Projekt Zërim dëgjohet ende luftojnë në onkologji. Ti je në linë Arnisa? Përshëndetje, Edita. Moj. Kjo është surpriza. Kjo është një surprizë për ty edhe për gjithë pacientët që ndodhen në onkologji. Dita ditës po ndëgjoj që rikthehen përsëri në onkologji, që më zemra në klasë. Shpresa nuk humbët asnjëherë. Shpresën nuk I kam humbë, dhe kom pas juve, edhe se dhe kësaj dite jam ku jam, edhe mundona që zërin të ndëgjohet anë mba jo vetëm Kosovës për botës. Arnisa, unë isha të hanën në onkologji, dhe kam të njavën që më shoqërojnë pamjet që pash atje, një djalë 3 me 2 prind krah që I shtrëngonin duart, një burr në moshë që fëmijët e vet krah I shtrëngonin duart, po ato ftyra të zbeta, nuk e di sa I fort dush me qenë. Unë nuk I kom prit vetën që kam me qenë e fort. Kër kom qenë në onkologji, para 7 viteve, por Zoti është I madh edhe për ta dërguar një forcë për kundër gjithave. Ne në jetë mërzitemi për shumë sende banale. Nuk e dim se sa e vletshme është jeta, edhe jeta sa është kurt është edhe e gjatë. Jetën duhet me dasht, mas pari duhet me dasht vetën, pastaj jetën. Kujdesemi për vete, për marrë parasysh, është kanceri gjinit, apo çfarë do kanceri tumorin në trupin tonë. Kujdesemi të kemi pak ma shumë, jo pak, po më shumë dedicime për kancer në përgjithësi, të shkojnë në për kontrolla. Se ato janë që na ndalin spaku ndoshta mos vinë në ato faza që mundën me mbaru me fatalitet, që unë asnjëherë nuk e mendoj, po dënjerë po ndodhi, Edita. Nuk kom dasht sot, si prapu moshën sy lot, si para disa vite që keshte ti edhe në program, kur tash Edita, kur hynë në emision, ka me qajt në ves, mëse sare këtë në televizion, po ndrysh është me folë me vetën, e di si është me kërku të dikujt, edhe financiarisht nuk është letë. Po, vjen mirë që ka njerëz mirë, që ndihmojnë, dhe I lutem Zotit që jetë ma fund, dhe ta kemi fund me këtë smundje kaq, s'po di, as tash
u emocionova këgja. Shpresoj që së shpejti edhe kanceri do t'i që është ilaç mirë, ko që mbrohet qaj ilaç për shkak të farmacisë, atë e din që Këtë nuk përdi e dita që ka tem, vetëm i uroj gjithve që janë në onkologji, apo edhe në shtëpiat atyre të prekur për kancerit, mos e humbin shpresën. Gjithmonë le të mendojnë në fund të tunelit është një dritë. Ka dritë të kom pa, e kom gjetë, edhe kam luftu deri në fund. Nëse do më pyesnin çfarë do doje në jetë, do doja një shkop magjik. Që ta zbrazja që ka u kënë edhe çdo spital prej njerëzve, fëmijëve që kanë të lashe shëndetësore, sidomos që vuajnë në klinikat e onkologjisë. Ti shëronim gjithë. Uroj ta bëj bota shumë shpejt. Se e di që ky lajm përmbys familjen, përmbys gjithçka. Po, shumë vërtet. Unë ty të përqafi shumë. Ti je një shembull i mirë për të gjithë ata që po luftojnë. Ti je një shembull i mirë. Faleminderit, po mundona. Prap edhe një mesazh e ka mesazhin mos mirën me budallakina e me thonë sot jam mirë, sot jam shumë vete 500, vete 700 me shku vetëm s'ka nevoj 5 minuta, 2 minuta në onkologji kam jo ndryshu kretë mendimi për çdo send. Për ty s'kam shka me të tregu të vetëm të qenë një njerë për të zare. Jeta është e mirë, mos e harroni këtë gjë. Ti sot je lumtun edhe me sendet vogla, apo edhe ti harron ndonjëherë Arnisa, ani pse e kalove? Nuk harroj asnjëherë. Nuk harron asnjëherë. Se ne harrojmë, ne i kemi vetëm 3 ditë. Ne po harrojmë. Po për atë, bashkë për atë, them, ndalun edhe mendojni, po një person, se edhe kur thojnë, kanceri u bë si grip. Unë nuk e majnë mend vetën që ndonjëherë kam qenë me grip edhe më kujtohet çaj grip. Mos i përzini gripin me kancer, lutem, sidomos personat që janë të prekur me kancer, më thonë, hajde dhe se kanceri u bë si grip edhe të kalon. Diskutojmë me thonë këtë, jo. Po e thojnë, Edita, unë jam në rreke me qatin dhe personat të prekun. E di, si ndoshta dikujt nuk i thojnë këto fjalë. Mi po vinë të Arnisa dhe i thojnë, a është në rregull. Nuk është në rregull, unë e kupton gjithmonë në problem edhe publikisht, se mu marrë nuk më vjen, unë e ma s'kom çka me hub. Zoti ma ka dhonë edhe një shansë për jetë, ka me luftu deri në fund për të drejtat e pacientave, sidomos të prekur prej kancerit, që janë zero, që janë kërka hiq. Edhe që ka mujnë me thonë të përqafi shumë, edhe të falenderoj shumë për ndihmën që ma kemi dhonë. S'kemi po asgjë, Arnisa. E përqafi edhe të utën. Të dyja ma keni organizu këtë. Duhet diçka me bo. Arnisa, ma pak ta, s'kemi bo asgjë në fakt. Mu më gëzon shëndetjët. Kjo është ma rëndësishmja. Nëse unë s'do isha ose radar, gjithsesi një shoqe, një familjar afër do ta kishe e çushiki për ditë. Dhe kur të shoh në për evente, të shoh në për intervista, të shoh të punu në rrjetet sociale, po ashtu thom, po çështu munden gjithë me adal, ti je shembulli më i mirë, Arnisa. Kur unë mundem, se s'mundin tjetë, le të mundohen. Nëse jo, le të kërkojnë ndihmë. Po mendojnë se kur e them le të kërkojnë ndihmë, vetëm një bisedë, vetëm me dalë me pi një kafe, edhe ajo mjafton.
Kjo ishte nga Arnisa që edhe pse shlajta pak, jo si herën kur kam qenë të ju që krejt Dugagjini nuk më shqeqeshin në ftyrë, kërkojnë gjithë për atëherë, po ato kem emocione. Po tash gjithmonë buzëqeshi. Pa marrë parasysh si ndjen brenda. Kur pa ta shku në onkologji të fëmijëve herën e fundit e që tash mos po ma bën zemra më shku, se dhe nuk e jam e informume as për çka ka nevojë, është në onkologji kur pash një nan të ftyra një fëmiu që ishte pa vedi edhe që po presnin dhe që po presnin momentet e fundit, ajo nan që shtrëngon të duart për një mrekulli që lutej, atëherë pa ta dalë me njerë prej onkologjisë, shkova i mora fëmit prej shkollës dhe thash asgjë tjetër s'ka rëndësi ma shumë. Shumë shpesh më dalin ato pamje për balë, parasysh, dhe them sa nanat forta duhet me qenë. Aty kur shkon, e kupton që veç jeta ka shumë vlerë. Veç që gëzojmë shëndet. Arnisa, unë e të uroj ty shëndet, fat. Çdo ëndër kur i mbyll sytë të nesërën në mëngjes, jo ma larg të bëft realitet, hiç ma larg, edhe të përqafi shumë qashtu, që është përqafa dje dhe ma fshehe surprizën. Faleminderit shumë. Shumë të përqafi. Të kam për zemër, edhe pse nuk shikomi shpesh, po asnjëherë mos mendoj që nuk mendoj për ty, të kam zemër edhe mendje gjithmonë. Me vjen shumë keq që nuk arritëm zyrën ta bëjmë. Por edhe ajo besoj një ditë do të bëhet. Do të bëhet, përqafi shumë. Ti do ta hapësh. Premtoj që ti do ta presh. S'ka rëndësi, unë prezent do t'jem gjithsesi. Të përqafi, paq fat Arnisa. Faleminderit shumë. Përqafi shumë dhe faleminderit për buqetin me të premte bukur, edhe pse po presin shi, po për mua, vish një sekond, për mua thonë që ti je person depresiv se e do shion, jo. Jo se shiu ka momentet e veta, po pra. Unë e thëmë shiu, do me thonë gjithmonë duhet me kësi një sen ka ana pozitive. Kështu mos tëm i plas pikant, po i plas me vërtet. Një dua. Të përqafi pa fund, Arnisa, të përqafi pa fund. Faleminderit, vazhdo t'jesh shembull. Faleminderit, shumë faleminderit të dash. Miru pafshim.